Dhe ja ku jemi kthy bashkë në studio, unë e paralajmërova që Nuse do ta marri me veti, por paraprakisht derisa Nusja të vjen në studio, unë në studio kam të ftuar Cyme Caca nga studio Fitoria në Deçan, e cila çdo ditë gjatë verës sidomos puna e saj është me i vesh këtë Nuse, edhe mi u ndihmu me asistu sepse kjo veshje është goxha e komplikune me u vesh. Donja Cyme, mirë se erdhe. Faleminderit shumë që ke ardhur prej Deçanit, na ke nderuar në këtë ditë festive të Bajramit, edhe të flasim për një prej veshjeve më të bukura të rajonit tuaj. Faleminderit edhe juve. Unë thash që çdo ditë punës tënde për ty është e zakonshme, tash e ke mësuar përmendsh këtë punë. A është ende traditë, a veshet ende kjo veshje, sidomos për Bajram është fjala? Po. Zakonisht Nuse që janë Bajramin e parë veshin më shumë, edhe për dasma. Më nuk është zbej, ende praktikohet. Viteve të fundit edhe më shumë vele është në trend. A po, vajzat e reja dhe me thonë e kanë pranu këto si diçka nuk e kanë lënë anash si traditë. Jo, në Deçan është asnjë vajzë nuk martohet pa këtë veshje. Dëgjoni mirë djem, krejt që keni të dashurat e Deçanit, asnjë vajzë sa nuk martohet pa këtë veshje. Është goxha e shtrejtë si veshje, po. Është shumë e shtrejtë edhe shumë e zartë me punu, po. Sa mirë që përmene këtë pjesën e zartë me punu, sepse arsyeja pse është e shtrejtë është sepse është pundore. Gjitha këto pjesë që i kemi në tavolinë janë të punuara nga nona juaj, të cilin e përshëndesim, por që këto veshje kanë mund, edhe prandaj kushtojnë shumë shtrejtë. Po, ashtu. Tregona pak më shumë për pjesë, për këto veshje, pse është kaq e veçantë kjo veshje? Është krejt pundore edhe shumë punë e hollë, është sa me punu, edhe dënë këgja kohë. Ku e mësove ti me vesh, sepse unë ndëgjova që jo çdo kush din. Po, prej nonës se kanë. Prej nonës. Kallëzëm pak nëse mundesh më kthyr në kohë, me sa kam dëgjuar, para shumë viteve, kush ka qelluar më e vjetra e familjes, i ka vesh krejt nuset e shtëpisë. Tash është bërë traditë, trend, është zonja ku shkojnë dhe veshen me pageste ajo. A mundesh pak më na tregu donja Cyme? Po, përpara kon traditë edhe me vesh për çdo ditë. Çdo ditë të shtëpia? Po, të shtëpia. Nona e me ka vesh 12 vite e ka bajt për çdo ditë. E tani mas një kohë, jo. Tani për jasajna e kena mësua, ajo një kohë i ka vesh Nuse, tash ajo pak është më shumë edhe i vesh jonë edhe motrat tjera din. A mundesh me më tregu sepse e tha që e ka vesh çdo ditë. A ka ende gra që e veshin çdo ditë? Jo, shumë pak, tash në e plak e vjetër që është. Do më krejt çdo pjesë i veshin çdo ditë? Po, për çdo ditë e kanë vesh. A të ka kallëzu nëjse nona ose gjysha se dikush më shumë për historinë e kësaj veshje? Qysh ka met ose ç'sa është ose... E nduka që është kon veshja me vetë me qo vesh kjo, tani masana e kanë ndryshu në vesh me ma vonjë me kule që i kanë thonë tani me këto tjera. A ka ndryshu çdo vit, a u avancu, me thonë modernizu, sikur që po ndryshojnë edhe veshje tradicionale pak? Pak e kanë ndryshu të, për shembull të Jeleku, se këto tjerat jo. Vetëm Jeleka që ndryshojnë tash jo me mong, pa mong, përpara në vesh ma ndryshe pak. E tash i ka, vetëm që kjo ka ndryshu, s'moj me thonë diçka tjetër. Po. Një Nuse, zakonisht këto i vesh përveç Bajramit edhe kur? Edhe në dasma. Në dasmën e saj? Po, edhe në dasmën e saj, edhe të net nesrit, kur dhe Nusja në shtëpi. Ditën e grave bojnë, po e veshin edhe të nesër. Interesante. Ndërkohë, sa ko merë, për shembull unë po du me përësit një veshje t'ilë të nona jote me ekip. Sa ko mund të merë një kompletim i kësaj veshje? Me marru vetëm një person shumë merë. 5-6 muj mundet me bo. 5-6 muj? Me bo vetëm një person, se këmisha bojt vetëm shjellakt, qërapat, Jeleku, shalli, marhama, krejt, ka punë shumë. Unë e di që edhe shikues ata që janë Deçanit e din që është e zakonshme edhe ju duket sikur diçka e përditshme, sidomos ata që pas kanë vesh përdit, po e kemi një Nuse e cila e improvizuar sepse është një vajzë e re, nuk është Nuse, Andila Osmani, të cilën e ftoi Andile në studio, të vjen edhe t'ja veshim këtë veshjen edhe t'lusim që na shpjegosh në detaje të rëndësishme pak a shumë disa prej pjesëve që janë pak më të komplikune. Po hajde Andila, mundesh më ardh që ta marr Andilen. Hajde.
Andila është një vajzë e re, nuk është nuse hala. Por ja që e kemi improvizu si modele, faleminderit shumë që ke pranu. Kjo është baza, apo? Vishtë e dim t'i vesim edhe kamermanët, ka nuk ja u kthejmë në shpinën që shikus me e pa mirë, që unë pëdalte që ke pjesa qëto. Kjo është baza, apo zonja ty? Kjo është këmisha, po? Edhe qërap janë vish, ta shkoj me pshellakin. Okej. A është procedurë dhe mbajtja e tyne, për shembull larja e kurosja, a është e vështirë sepse po shihen shumë Po kjo gjithë du të me kone e la me kurosën e shtërkatën e me kone shumë. A ka procedurë të veçantë, a mundesh me i la zakonisht sikret? Nuk mundet me i la gjithë se kjo mundet mu prish edhe shumë e shtrejt mu prish si avli. E qysh lahet kjo? Jo në maqin, do me thonë? Jo në maqin lahet me dorë, shtërkatët. Aha. Do me thonë, edhe këta duhet me bëhë personat që din, jo çdo kush. A e bën edhe këtë procedurë të zonja tyme, larjen e tyne? Po, edhe unë edhe tash ma shumë nona, se për nështë. Sa vjeç e nona? 75 vjeçare. Mashallah. Andil ma qëta. Një nuse që dëshiron me ardhë me i vesh, sa kushton një veshje e tillë? Po më varet. A më varet sa e ki familjar, a më varet prej veshjes? Jo më varet, sa kem familjar, dikuj pa pare, dikuj me pare, qëta. A që mu që zëm ki familjar, sa po mi lybe? Jo, nështë është mirë si informacion, sepse jo, edhe ata që verës dojnë, unë besoj që diaspora goxha janë dhonën mas veshjeve tradicionale, kombëtare. Ka punë ma shumë gjatë verës. Po. A janë të nxehta, a është rënd me i majtë? Jo, nuk është e rënd me majtë, duke që shto pa shumë e letë. Edhe kur është nxehtë, piksajna nuk vjen nxehtë. Nuk është nxehtë, sepse është materiali fladitshëm. Tash e qisim shallin, kjo shallin. A ka të tilla që mundemi me i marrë dhe me qira? Po. Ka? Po ka. Edhe na japim me qira. Edhe ju e kene? Po. Tash kemi avesh e lekin. Është shumë interesante sepse secila trevë në Kosovë ka veshje të ndryshme, por e ka ndryshu ndër vite nga pak. Kjo s'ka ndryshu. Kjo s'ka ndryshu. Nështë pak jenë shtu gure, gjana, po... Pa shumë. Pak a shumë ka me të njajta. I shikojsha edhe në internet fotografit e vjetra, pak a shumë është modeli njajtë. Dhe me thonë dashur miq, kjo veshja që po e shohim është veshja e Deçanit, e cila ndër vite tradicionalisht veshet për festën e Bajramit. Jo vetëm, veshet edhe në dasmën e nusës, edhe në ditën e grave, e sidomos në vitin e parë kur martohet nusja, veshet në çdo aheng familjar. Po shohim që ka procedura dhe unë me shumë kënaqësi po e ndjek, jo që unë do ta veshi sepse s'më lidh asgjë me Deçanin, po pse si dihet për ai foto. A është gjithmonë bardhë dhe ze, a kanë mund me lujtë edhe me ngjyra? Te e lekë o lujnë me ngjyra, këto tjerat bardhë dhe ze. Të tjerat bardhë dhe ze. Kjo shumë i bukur. Edhe këto e ka punu ma me ta, po? Andila ndërkohë ka hinë rolin e nusës, nuk po merë frymë. Që thashtë edhe dorën kimu ma marë. E ka marrë kështu me përpikmëri rolin.
A janë që ka shturta nuset, oj, zonja Cyme? Po, A ka ndryshu? po të mira e nuset. Ende, do me thonë. A, kjo si për... Ta shë ndi kështë vë një mujtë, se s'poj me të më rejtë mujtë, po... Mundet me ullë të kjo karika. Sa bukur. Kjo pjesa ma e bukur. A është e ronë? A është e ronë? Jo. Po menoj që pak I pështon nuset prej punëve të shtëpisë tani. Se e thone kena këtë veshjen, s'muna me punu, nxirren prej situatës. Jo, kur kanë këtë veshën, ma shumë rinë. I konvenan, Po që ata bëna mi nxirë, për shta spritojnë me vesh. Ta ku këtë jo nuset e deqanin. A, për vesh e veshja, se s'punoj kur gjo. Shumë e bukur për ndryshe. Shumë po m'blen për shtype që po thu që e kanë vesh do det, do me thonë ka qenë tradit. Shtë ditë e kanë veshë. Shumë e çuditshme, mas pari e vështirë, që shkanë mu çdo mëngjes, një orë ma herët më qume e vesh. Ko ka konë mirë me ftua dhe nanën tonë, zonja Cyme në emision, e me na kallëzu pak ma shumë, se zonja Cyme e pas ka do menën me punu, pak fjallë e punë shumë. Si do qofë nga zonja Cyme, nëse s'morëm shumë fjallë, morëm shumë ide të lehta se si veshet në mënyrën ma praktike kjo veshje, sepse edhe në YouTube kur I kemi shiku, kemi pa që goxha procedurë është veshja atyne. Qunu se në kom. A, sa bukur, a. E kjo, a është mundet me ndru pastaj? Kjo e leku tjetër. Shumë ma të shtyrë. Zonja Cyme, a mundesh me mi thonë me emna se si quhen pjesët e veshjes? Kjo është marhama. Marhama, Kjo është leca. lesa, Kjo je leku. po, Këmisha. po, Pshellaku. po, Çorapat. të gjitha këtu pjesë. Unë u shkrina.
Një veshje tipike, shqiptare, po me detaje shumë unike që dallojnë nga treva tjera, pavarësisht që kemi pa veshje të ndryshme, ndoshta ndonjëherë dhe të ngjashme, po asnjë si e Deçanit. E ka mbajt historikisht si më uniken, edhe e ka rujt atë frymen e originalitetit, pa e tjetërsu. E dim që edhe dallamat edhe veshjet tjera pak a shumë janë tjetërsu, kanë marrë edhe forma të ndryshme, kanë lujt me ngjyra, me modele, i kanë shëndru dimijat në fustana, por kjo veshja e Deçanit ka mbet veshja e Deçanit. Do është edhe dukati ekstra shkon. Do me thonë, sa mundet me shku sa the një veshje e tillë? Afërsisht, çfarë çmimi mund me pas kështu? Me maru. Po. 3.000, 4.000, 5.000 Deri pa dukat. Pa dukat. Do me thonë kredi të dashur me që mundi me shku me marrë një kredi, edhe i thoni aty në bank, përshëndetje, ku marrë me marrë një kredi se nusen e kam Deçanit. Me gjithë se jo, të gjitha veshje tradicionale kushtojnë, sidomos ato pundore, e thash që të gjitha janë të punuara këto nga një zonë 75 vjeçare, që nuk është e vetme, sepse në anën e Deçanit ka plot zonja që e punojnë, që i shesin, që i lëshojnë me qëra, që i veshin, se cila është me pagesë. Normalisht sepse është punë, është mundim, edhe kjo që zonja cyme po bën është një punë e mundimshme. Imagjino gjithë verën, brenda ditës 20 nuse të tilla ti vesh. Do me thonë, gogja, një farë aktiviteti i rëndë. Dhe shikus nuk përshojnë mrapa kamerave se na, Lena, nutricionistja jonë që është e Deçanit, u shkri krejt i bo foto dhe video, sepse është një deçanase. Do me thonë, është e përjetu. Nuk e di pse se kemi vesh Lenën. Fantastike. Ata bëjmë një kështu, të cila kamerë jemi, një hecje. Unë pak si vjera. Hajde kthehemi. Ja dhe nga mrapa, ua, sa bukur. Hajde, o shumë po m'pëlqen. Kthehu knej. Edhe një kështu një kushtrim, a u lën një xhirim nga koka në këmbët, në prej çorapeve që janë pundore, e deri tek detaji më i vogël në kokë, çdo gjë është pundore, e cila, përveç që është një kosto e lartë, është një veshje që mund ta trashëgoni pastaj te nuset tuaja, te vajzat tuaja, siç e ka trashëguar edhe nusja jone improvizuar nga familjarët e saj, e cila me të vërtet ka hyrë në rol të madh. A do të me marrë dore me këtë teshat? Jo. Nuk ka kursi cimja. Mirë, unë do doja zonja Cyme para se të ndahemi, po dalë këto, para kamerës, për normalisht që kjo ke për shpejt Bajramit, me që sot është një ditë festive edhe u mundum të bëjmë tema ndryshme që i përkasin Bajramit. Do doja shumë të dija dhe mendimin tënd për vajzat e reja të Deçanit, por jo vetëm, këtë veshje mund ta veshin edhe ata që s'janë të Deçanit. A mendon që duhet ta mbajnë gjallë këtë veshje, sepse nuk duhet shuhet sikur ndonjë traditë aty këto që i kemi shuar gradualisht? Është mirë me majtë gjithë, mos me hup këtë traditë, se edhe që këna ka mejtë mo. Familjen tuaj e mbani, besoj, për shkak edhe të nanës me që ka qenë goxha e flakt, me thonë, e pasionante edhe punimit tyne, por edhe veshjes tyne. Kështu që ti rekomandon që mos të shuhet, unë po besoj me energjin e nusës tonë të improvizuar që ka një buzëqeshje, me qef ka pranu, me qef e ka nda këta, është një vajzë prej Deçanit, nuset nuk banë me folë. Faleminderit shumë, ke shumë kënaqësi me pa edhe duke ashtu edhe më shumë nuri dhe bukuria me këtë veshje, sepse me të vërtet është krenari ti mbajmë këtë tradita. Besoj që kur të martohesh do t'i ruash. Po, patjetër. Zonja Cyme, më falenderoj shumë që ishe dhe që ndave me neve këtë detaj të krahinës suaj, por shumë interesante të lezetshëm edhe për neve. Faleminderit edhe juve, urime festa.
Gjithashtu urime edhe juve festa dhe agjerim të pranuar, se më thatë pak më herët që keni agjeruar edhe për juve pashtu. Dashur miq, prej këtij materiali ne do të vazhdojmë të kemi bajram sot, po do të shkojmë te nutricionistja jonë, Albulena Shabani Elazi, e cila është prej Deçanit dhe edhe ajo do të na sjellë një traditë prej Deçanit. Po më duket sikur sot më jalon emrin familja e Deçanit. A fajtohen edhe jo? Lena po fajtohet. Shkojmë me Lenën.